kur ka fillu ky gjykim, jem koni martum, po s'kom pas fëmijë, hiç tash për herë tret po pres më bë bab, ky gjykim akoma nuk ka përfunduar. Të akuzuarit për drejtë rastësisht dhe Alban Bizari, i kanë ndikuar nga akuza për vetëm penale vrasje penal dhe vrasje në tentativë, si dispozitivi faqënituar ka gjykimit ka ndikuar, ndërsa të akuzuarin Alban Bizari i ka shpallur fajtorën për vetëm penale ndihmë të vetës penale vrasje në ndihmë të rejtë paragrafi 2.6 si në përgjithë në sebatë të polisit penal të shkretin socialistat të rrënë të Kosovës, të ligjin e vitën dhe të këtë. Dhe të legjen e ka gjykuar me të vetë në formë në pozake prej 8 viteve. Duke i organitën dhe një shikuar dhe kohën e kaluar me paradëgjim. Falem dëmtuar, në gjëllata shkollës së pare, për realizimin e kërkesës pasojore juridike ka uzuar në kontekst civil. Siç rezulton nga arsyetimja e gjykimit të ndihmuar, gjykata e shkollës së pare, për pikën 1 dhe 2 të dispozitivit të gjykimit, ka konstatuar se nuk ka gjetur prova që do të vërtetonin faktin se të akuzuar Alban Bizari dhe Demir Krasniqi kanë kryer veprat penale të lakcetura, ndërsa për të akuzuarin Alban Bizari, gjykata ka konstatuar se ka gjetur prova dhe të njëjtën ka shpallur fajtor për veprën penale ndihmë kryer në veprës penale vrasje nga një kryer faktor në përkës. Gjykata në këtë arsyetim të gjykimit ka paraqitur provat administrative të shkrimit gjyqësor dhe vlerësimin e saj për secilën provë të çelësh. Në kohë të gjykimit, pjesë e gjykimit të shkollës, si pjesë e shtëpisë, për të akuzuar Alban Bizari që ka bërë arsyetim në shqipimin e dënimit të kozhatit të viteve. Kundër këtij gjykimi, ankesë ka paraqitur Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës dhe atë të certifikat pjesës ndërmuese për shkak të shkeljes esenciale të dispozitive të procedurës penale, për të cilin gabuar dhe nuk të kjo gjendjes faktike dhe për shkak të shkeljes së ligjit penal. Prokuroria Speciale ka propozuar gjykatës së apelit që gjykimin e atakuar në pjesën ndërmuese ta anulojë, ashtu që të akuzuar Demir Krasniqi dhe Alban Bizari për këtë pjesë kthejnë do të artela në një redentose, ose gjykimi i situatë tjetër të ndryshojnë dhe të njëjtin të shpallur fajtor për veprat penale të cilat janë akuzuar. Ankesë ka paraqitur në ndërgojësit e akuzuarit Alban Bizari, avokat e prezant për latifën dhe të për gjitha bazat aktivore, në propozim që ankesa e njëjtit të aprovuar në gjykata e apelit, gjykimi janë ndihmuar të anulohet dhe çështja e kthehjes në redentose apo gjykimi të ndryshojë dhe i bërë politik Alban Bizari të shkollat i pafajshëm. Prokuroria e apelit me parashtresën e datës 24 janar 2023 ka propozuar që ankesa e Prokurisë Speciale të Kosovës të aprovohet si e vazhduar, ndërsa ankesa e të akuzuar të Alban Bizari dhe ankesa të refuzohet si e pavëzuar. Ndërsa arbitrar kjo është një pika shkurtë se këtë të rritë të çështjes se kemi diçka unë si në shqiptare. Atëherë protokollin e dëmtuar, Bastim Mliqi. Pranë ankesën e prokurorisë. Pranë, koncentroj prova deklaratat mia gjitha. Çapullon dhe në tash. Ose përshirë shkele esenciale është një vërtetim përsëri ka punë në gjendjes faktike, si javoj të dy javë ka shkele ligjit penal edhe në ose adekuat. Ashka, pse? Gjykata në gjykimin e saj ka paraqitur në gjendje faktike duke ushtrim në atë se Alban Bizari në 17 mars që vjen tash 20 vite më herët kanë ndihmuar ndajnë edhe të disa persona tjerë për një ngjarje që ka ndodhur në Mitrovic për vendit, kanë shkuar në ndajë të gjithë ditën. Çfarë ka ndodhur? Do të thotë se ka ndihmuar transportimin e armëve, të cilat armë, një armë më vonë kanë mundur me u përdorë nga disa persona në një rast keqje të 23 mars, në një armë. Pra, nuk
shohet me çështën për të cilën është akuzuar Albani, për rrasë bashkëri me shëmbimin, vedrion, atë kush në qenë aty, për shohet e përdeton një gjendje faktike, thotë inexistente, as logjikisht sa mund të ndodhë, se përkasu për një më herët, thotë se ky përdosh në di që ato armë të nësani rëzikshën, në mund nuk përdosh në nësani rëzikshën. Qka e lidhë Albani Bizari me gjarën e 23 si pas gjykatës, cëla është një apo lidhja ka uzari me gjarën e 17 asnjë. Pra, gjykimi është tërësisht konfuz, përse nuk ka prova, fakte, me çka për të thunë që armë kësa të kanë dimu pjydajës vetë dhe të tjere të transportohen dhe një projekt si datë në 17, u pasën përdojnë një gjarë e këtë tjetër në datë në 23. Pse bashkëtarë u pasën përdojnë? Cërë prova, cërë të kënëve. Gjithashtu, i dëbata vazhdojnë në mështetet në gjykime e sajnë veteratën e bashkëndime, përse vërtetë shumë një mjeti ka qenë i denuar për vepër penale shumë herët dhe mund në një vitër viteve, për thëtë duke bazuar me deklaratën e të njëtë. Në kodin e një procedurës penale, në 123, ka të të shfarë qëndë, se i bashkëndimuri mund të dëgjohet në të njëtë çështje si të shëntarë. Në asnjë formë, asë kura gjykimi ka marrë formën e prejrë, sepse konsiderot i bashkëndimur dhe jo me vendim gjyqësor i bashkëndimur, por se ngjarja e lidhë, tërësia e ngjarjes e lidhë me qenë një person i bashkëndimur me një tjetër. Mos më dyshu ma shumë, konsideroj se të vendimet antimore në formë shkruar dhe shumë qartë të paraqit edhe shkelët zimësore edhe të përtimin nga lumë administrative dhe gjitha tjera, dhe ju propozoj, gjyqës që mas kënë prapë në rishqytëm se jam 21 vite në arë. Kom bëtë një shkelët mëllën e në vetë dhe brutën të madran të zarin të agjeron nga të kuza, sepse nuk ka prova cilat në asnjë formë, asnjë një vinë hetin në gjarën. Për çka është atë? Gjithë dëshmitarëve që të gjitha seancave asnjëri nuk e ka përmend emrin e Viktorit Krasniqit dhe nuk ka argumentuar me një provë materiale apo me një dëshmi që i njëjtë ka kryer veprën për të cilën është ngarkuar me ata të nga prokurorisë. Dhe prokuroria vetëm me dëshminë e dëshmitarit Shkumbin e ka ngritur akuzën e drejtim të këndojturit tim, e cili dëshmitar edhe është tërhequr nga ato dëshmi me arsyetimin se kanë qenë në presion dhe domethënë ka demantuar dëshmitë e veta dhe ka deklaruar rreshtë. Me dëshmi të tillë të rreshtë është ngritur akuza ndaj këndojturit tim dhe për këtë arsye i propozoj si grupi gjykues sa i përket këndojturit tim të mbetet në fuqi akti gjykim, sepse në mënyrë shumë të drejtë dhe të qartë të vërtetuar pafajësia të mbrojtërit tim. Edhe prokuroria e ka obligim ligjor edhe para se të ngrit një akt akuzë në bazën e një shtatë të PRK-s të vërtetoj gjitha faktet dhe rrethanat dhe të jetë sa më objektive në ngritjen e një akt akuzë. Mirë po, në rastin konkret, para interesat është vërtetuar se i njëjti nuk është fajtor, atëherë në raport me të mbrojtjen tim nuk është dashur as të kërkoj që të bëhet një dënim sipas akuzës së ngritur, mirë po të jetë të fajtohet me atë gjykimin e të nxjerrë nga trupi gjykues parafrak. Edhe për këtë arsye, i propozoj që atë gjykimi edhe një herë të mbetet në fuqi në raport me të mbrojturin tim Viktorit Krasniqit, sepse ky vendim është i drejtë. Sa ankesa e prokurorisë speciale? Ankesa e prokurorisë speciale është pa drejtë në raport me të mbrojturin tim. Ju propozoni që të refuzojmë ankesa. Gjova avokatën tënde? Po. A ti vetë diçka më shtu ose thjesht apo pajtohesh me çdo fjalë të avokatës tënde? Pajtohem me fjalët e avokatës. Edhe shpresoj që të kryet ky gjykim ose gati një dekatë bëhet. Kur ka filluar ky gjykim, jem koni martuar, po s'kam pas fëmijë, tash për herë tretë po pres më bëj bab, ky gjykim akoma nuk ka përfunduar. Shpresoj që të kryet sa më shpejt, që të shoh fjalën e avokatit. Do të më propozojnë që ankesa e prokurorisë të refuzohet. Po. Ose s'ke diçka tjetër apo? Faleminderit. A kontro? Po. Mbështet? Po, mbështet. A ti vetë diçka më deklaru? Kur gjërës? Mirë? Përpojtë nëse më po...
Hajde, përshëm. O, shatë të I da Silvi.